4 të rinj janë arrestuar nga policia e Tiranës pasi u kapen pas kontrolleve të uniformave blu me armë zjarri. Konkretisht, komisariati numër 5 në kuadër të operacionit të koduar Risku kapi në flagrancë 2 të rinj me armë zjarri. Efektivet i kërkuan Adriano Korbit që të ndalonte motorin që po drejtonte, por 23 vjeçari refuzoi dhe tentoi të largohej me shpejtësi. Ai është ndaluar në fshatin Çekrez, ku i është gjetur një pistolet dhe një maskë që mbante me vete. Në pranga për moskallëzim krimi ka përfunduar dhe shoku i tij 18 vjeçar, Ardian Ademi. Pas arrestimit, blut ushtruan kontroll në banesën e Korbit, ku gjete një armë gjahu dhe një armë sportive. Dyshohet se të rinjt kishin lidhje me grupe kriminale. Ndërkohë, një tjetër operacion është zhvilluar nga njësia Shigjeta, ku gjithashtu janë arrestuar 2 të rinj të kapur me armë. Forcat e policisë ndaluan mjetin e 21 vjeçarit nga Shkodra, Elvis Lazri, në afërsi të mbikalimit të Rinasit, ku i gjete një pistolet. U arrestua gjithashtu dhe shoku i tij Emiliano Ashta për moskallëzim krimi.